shiko, kaq guxim që kemi ne në një kohë ku raketat vinë e ikin, ne nuk e dim se si është NATO akoma, dhe dalin këta misionarët e Partisë Socialiste për të dukur të bukur tek zoti Trump, për mendimin tim është cenim sovraniteti, për mendimin tim është rrezik për popullin shqiptar, po jam dakord me ju të shpallim çdo shtet terrorist në rast se doni të shpallim, por kur kemi të bëjmë një luftë, duhet të kujdesim qytetarët tanë, kudo që ndodhen në botë, sepse ne mund të sulmohemi në çdo moment, në çdo lloj forme dhe mënyre, dhe në fund fare dikush mund na thotë nesër, ju në NATO jeni, por puna është tani mund të sakrifikoni për vendin tuaj sepse NATO dështoi. Nesër mund na thotë dikush, ju po bëni gati për Bashkimin Evropian, nesër shkrihet Bashkimi Evropian, ç'do bëjmë ne, do shkojmë qellin me apo do themi Shqipëria s'ka vlerë më, nuk ka rëndësi më, me fuqitë tona do mbrojmë Shqipërinë, me fuqinë tona do të dalim ballë për të përballuar çdo luftë të padrejtë. Ky gjëja, imagjinoj një luftë me pushkë në krah, në front. Interes për ta parë. Pra, nuk është se ka në rëndësi si vendim. Po për mua është një vendim koti, që s'ka vlerë fare. Është zero. Po bën qok dikujt që ta ka kërkuar, që të dalësh tani të bësh lajmi i fundit, dhe ai tjetri që është militant atje në Iran, që si di se ka bërë çfarë bën, ta çon një raketë, a kupton? Edhe ti nuk e ke dienin se si të mbrosh veten, kupton tani? Këtë po bën. Ose ka ndonjë militant këtu në mes Shqipërisë, mes Tiranës, ku i dihet, sjell në një terrorist këtu, ai thot parimet e veta, edhe tani ti cenon sigurinë kombëtare. Kupton tani ku jemi? Por duhet kujdes më zotëri. Nuk ku jeti, ku e ke ti këtë fuqi të bësh këtë veprim tani kur ata janë kuse çameti, pra nuk kanë kontroll, nuk kanë asgjë. Kanë frymëzim kundër të gjithëve sepse mendojnë se gjithë bota është kundër Iranit. Më kupton tani? Por ne duam të ruajmë qytetarët shqiptar më zotëri, nuk kemi nevojë të ruajmë tani Iranit, flasim ne për atë Izraelit, flasim ne për Amerikën, për Bashkimin Evropian, kur vetë Bashkimi Evropian nuk merr pjesë tek Irani, shkojmë ne karafilat edhe shkojmë edhe themi ta shpallim tani në shtet terrorist. Zotri, o që ambasadën iraniane këtu, mbarun, s'kemo lidhje me shtetin iranian. Ai e ndërprerën marrëdhëniet. Po, pse tani po shkon ti të bësh karafilin tek ata të cilët janë edhe të marrin një vendimare ta çojnë raketën atje ku e di ti s'ke as ushtri, as polici, as gjë, ty të kanë ikë gjithë jashtë shtetit. Kush do luftoj për vendin? Kush do luftoj? Jam me gjeti mua. Për ata të cilët paguhen nga taksat tona që të luftojnë për vendin, se kur të marrë pastaj stafetën populli lejë është situatë tjetër atë. Por kjo gjë, kjo nisëm legislative nga Partia Socialiste mendon akoma se raketat bën ose janë bërë vetëm me komandim dore. Por ai ta shtyp enter aty dhe të vjen mu të shtëpia. Çfarë do marrësh ti? Prit, alo, NATO, hajde se më shpëtosh. NATO, ndodhi rasti, e mamen, Rusia goditi Polonin, e di si thanë, erdhi nga Ukraina. E nuk aplikohet në 1.5. E për që thanë? Kush do bëj... Mos kemi shpresë nga NATO. Se besoni ju se NATO do të marrë iniciativë të godasi Iranin kur të goditet një antar i NATO-s? Ju e shikon çfarë po bën me Turqinë? Ai i çon predhën atje, i çon raketën dhe ja çon gjithë aty dhe ato thonë nuk aplikojmë në 1.5. E pa çfarë ndodhi me Kiprën? E pa. E çfarë ndodhi? Edhe ata thanë nuk e aplikojmë në 1.5. E këta karafilat tanë të dalin të votojnë që ky ka shtet terrorist. Po janë vetë apo bëjmë vetë më? Janë idiot fare më. Janë shumë idiot deputetët tanë. Opozita kush deputetët ta votojnë atë janë, ku e di kuptojmë se si profesorën ata. Nuk e di, po janë idiot, le ta bëjnë, po idiotësia ka edhe pasoja, ka edhe përgjegjësi. Si do shkosh ti thua, ti a e ke hequr te zyrën diplomatike në Shqipëri? A ke shkëputur çdo lidhje me Iranin? Ti e quan shtet terrorist. Ç'lidhje do merresh ti me Iranin më?
Po ata Sa mendoj se janë ka shumë karafila që nuk e di kë karafil të flas kush janë karafilat e parë që duhet të flasën. Po sulmet kibernetike që sipas qeverisë kanë ardhur janë Po sponsor. jo më çast sulme që kibernetike çan këto budalliqe mashtrime për popullin. Vetë bën që të marrin fonde edhe të bëjnë budalliqe në action me radhë. Po le tani këto mashtrime bën tani ta sulme vetes, edhe shkonin në hapshin tender edhe duke vjedh shtetin shqiptar. Po ti mendon ti që ato kanë dalë nga i kanë marrë të tjerët, edhe është Irani ai që fshihet pas kësaj, akoma sapunin për djathë. Duke uruar që Edhe pastaj Akshi ishte një skandal i cili është faji i Iranit dhe nuk është faji shqiptar. Të nderuar qytetar, na dëgjoni me vëmendje. Lejni prallat e shteteve terroriste, derisa ne shkëputëm lidhje me ata, ja mbyllëm ambasadën dhe nuk kemi lidhje diplomatike, kjo për ne quhet që ky shtet është terrorist. Mbaruam punën. Të çojmë edhe të vim, shkojmë përsëri të ngjallim dhe të vdekurin. Edhe ta ringjallim, edhe kur i vdekur tani në këto momente ka një situatë kaotike në veten e vet, edhe shtyp një enter edhe të merr përpara, kush e mba përgjegjësinë pastaj? Do ma gjesho balla, ma gje kush do mbaj përgjegjësi. uroj që Ai që ka mbi emrin tat jam i parë që do arratiset. Ai që ka mbi emrin tat jam i parë që do arratiset. inshallah botoni kush nuk shtypet avokat. Po inshallah sepse këta punojnë sikur po kanë në shtëpinë tyre 10 veta, edhe i komandojnë 10 veta. Këtu me zor komandon 5 veta në një shtëpi, jo më të komandosh 1 miliona banor që ke. Pra, mënyra se si sillet Partia Socialiste një situatë kur nuk duhet konflikt dhe nuk duhet të shfaqet Shqipëria, e mani me në rastin e NATO-s. Shkuam në si karafila, dolëm përpara te Këshilli i Sigurisë që po komandohej nga Shqipëria, kupton? Fitove në gjoti si shtet. Ç'a fitove? Mund të më japësh diçka objektive, ç'a fitove ti si shtet që dole si karafila atje përpallë Rusisë? Zero. E njëjta gjë është tani mendoni. Zero! Mos them çka ke fituar, gjërat më të këqija të cilat nuk bën tani për shkak të situatës, por në vazhdim vjen ai tjetër edhe të pisjet të gjitha pasojat. Zero fituam në Këshillin e Sigurisë të OKB-s. Me luftën në Ukrainës. Rritëm këtu karburantin këtu sikur ne ishim gjitur me Iranin apo me vendet e lindjes së mesme që prodhojnë naftën edhe gazin dhe gjithë ato. Vetëm më thot dikush, çfarë fituam ne me qëndrimin ton në OKB lidhur me Ukrainën? Pse ne, se akoma duhet flasim për këtë. Duhet të marrim konflikte midis shteteve dhe duhet të importuar në vendin ton sikur janë konflikte që ne i kemi bërë. Pra, Rusia me Ukrainën kishin konflikte me njëri tjetrin. E morëm ne si gariba, shkuam te OKB si karafila. Qa fituam? Zero fituam. E morëm ne, sikur ne po bëjmë namin aty, dalëm ne aty përpara, gjoksin ne përpara, këtu zero. Ministria e Rendit, Ministria e Mbrojtjes, zero në buxhetin. Qa do bëjmë ne si karafila tani? Do dalim në përpara dhe bëjmë lajm i botës sepse të shpallëm të shtet terrorist. Edhe po e shpallë të shtet terrorist, ti këtu nuk ditë si ta mbrosh veten tënde në një ngjarje terroriste. Dhe kur të ndodh larg qof mos të ndodhi. Larg qof mos të ndodhi. Inshallah Zoti na shpëtoi se këtu gjithë situata është kundër Çameti. E kupton tani? Jemi në një situatë ku këta duan të bëjnë karafilin e botës dhe në fund fare ta psoj qytetarin shqiptar. Të cënohet rendi, siguria, të cënohen të gjitha ato që ne kemi dërtuar. Sepse duhet një karafil të dalit të thotë që shiko, ne jemi të parët që luftojnë terrorizmin. Por e ti jep infrastrukturë Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Rendit që të luftojnë terrorizmin në vëlla. Jepi atyre para dhe akses që të luftojnë gjithçka. Jepi burime që ata të luftojnë. Prandaj, lufta për mua, Rusi, Ukrainë, konflikt personal ndër kufitar ta gjejnë vetë, ta zgjidhin vetë. Lufta midis Izraelit dhe Iranit, luftë e tyre ta zgjidhin vetë dhe s'ka pse unë ne t'i bëjmë importim
në politikat tona të jashtme. Ne vetëm gjë që duhet të bëjmë për të mbrojtur konsumatorët në çdo formë dhe mënyrë, a këtu e duam qeverinë, të mbroj konsumatorën nga rritja e menjëhershme të karburantit, ke pa zero, se s'blen socialistët naftë, jo. Sa gjën, jo, buk s'blen, jo. Dhe ushqimit, mos të rriten dhe të mbrojnë nga qeveria duke normuar frena tek tregu që mos fillojnë të ngritë çmimet. Qa më duhet mua ato që do bëjnë budalliqe këta maskaret nesër? Karafilat e PS-s dhe po shkuan edhe PD-s nuk e di. Qa më duhet mua? Zero ndikim për mua. Shpallësh ti, nuk më duhet mua të shpallësh. Ti më mbro buxhetin e çdo qytetarit që mos të rëndohet në konsumin e brendshëm. Kjo është politika jote po e bëre. Ato tjerat janë thjesht i bën fresë në njëri që të ndan peng. Avokat, faleminderit shumë për çështjen që trajtuam, për bisedën dhe për opinionet. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.